Loti, në aspektin ekonomik, bën sens deklarata e kryeministrit? Ku është Shqipëria ajo pika e mjaltit që kush është më shumë interesuar dhe ka ofertën më të mirë? Zhvillimi ekonomik i një vendi kalon edhe me anë të diplomacisë ekonomike. Ne shqiptarët aspirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti Ali e përmendi pak më parë që Shqipëria ndoshta në 2027 bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe përmendi me të drejtë që ne jemi qesharak. Me thënë ne nuk plotësojmë kriteret për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ka një sër kriterë midis tjerave nga këta kapitujt e shumë, rreth 12 janë kapituj që kanë të lidhje direkte apo indirekte me ekonominë. Dhe kur ti shikon kriteret e ekonomisë që nga të ardhurat për frymë në raport me mesatarin e Bashkimit Evropian e të tjerë, ne nuk i plotësojmë një sër kriteresh. Por që zoti Alia e përmendi sepse ishte sarkazëm, jo, për te aspektit, do me thënë, të gjithë diskutojnë që Shqipëria mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian shumë shpejt. Dhe kjo nuk është një zgjidhje për merita, po është një zgjidhje për aspektin e asaj stabilitetit ekonomik që kërkon rajoni. Dhe Shqipëria ndoshta për një arsye është vendi më stabil, edhe pse ne kemi stabilokraci ndoshta, po është vendi më stabil i Ballkanit Perëndimor. Kështu që aspekti i parë duhet kemi parasysh, ne aspirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, jo të bëhemi një partner i rëndësishëm i Kinës. Duhet kuptuar që përtej që në ekonomi, edhe pse deklaratat, do me thënë, nuk janë të shprehura, nuk shprehen lirisht, normalisht Kina është një vend, është një pol që aspiron të jetë një pol i tretë në nivel global në aspektin geopolitik dhe geoekonomik. Dhe vetë Bashkimi Evropian, kur aspiron, do me thënë, kur bën një sër harton, një sër ligjesh përsa i përket raporteve me Kinën, ka vendosur një sër barieras tregtare për Kinën, sepse e konsideron në thonjza një armik ekonomik që po shkatron ekonominë e Bashkimit Evropian. Industria e makinave, sot Gjermania është një krizë të madhe të prodhimit të makinave, për shkak të makinave elektrike. Për shkak të makinave elektrike që konkurenti kryesor sot është Kina. Tani të vjen një investitor i huaj, do me thënë, zoti Voksh e përmendi pak më parë që ne të dham një biznes. Jo, në fakt, ne ndërrojmë të kemi një biznes të tillë, sepse 600 megawatt për prodhimin e energjisë elektrike të fotovoltaikëve nënkupton një investim minimalisht 300 milion euro. Për te aspektit të investimit në vlerë, do me thënë 300 milion, që përsëri është një investim shumë i rëndësishëm, duke pasur parasysh se sa janë investimet e huaja në Shqipëri në vitet e fundit, në 5 apo në 10 vitet e fundit të shkojnë nga rreth 1 miliard euro, po të kalosh pastaj të zhveshësh në thonjza se çfarë janë këto investimet e huaja, shpeshherë shikojmë që sipas konceptit bankës botërore nuk janë as investime të huaja sepse shkojnë kryesisht në sektorin imobiliar dhe investimi huaj nuk është që të blesh një shtëpi apo një ambient tregtar apo një aset imobiliar. Kështu që është një investim shumë i rëndësishëm. Aspekti i dytë ka të bëjë me aspektin e le të themi të përmirësimit të balancave tregtare të Shqipërisë në aspektin e energjisë. Shqipëria konsideron sektorin energjetik një sektor shumë të rëndësishëm dhe aspiron që falë prodhimit diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë, diskuton që të kalojnë në autonomi të plot dhe kjo do jepte një dorë shumë të madhe në këtë aspekt. Pra është një investim shumë i rëndësishëm. Nuk është rëndësishëm. Jo thjesht për të saktësuar që dhe pastaj del dhe bët një deklaratë të tillë që ne me Kinën. Në qoftë se Shqipëria vërtet aspiron që të bëhet pjesë, do me thënë, ku zhvillimi të vi nga Kina, ne shpeshherë e kemi konsideruar, do me thënë, shumë herë investime, në qoftë se do zgjidhim ndërmjet dy investime dhe shumë shtete kur zgjedhin ndërmjet investitorëve të huaj, shpeshherë vënë edhe kritere që mos të jetë origjina e këtij kriteri. Me që përmendë Italinë, Italia shpeshherë ka bërë që nuk ka lejuar që shumë prej kompanive të shiten edhe te francezët. Me thënë është dashur disa herë që të futet në loja i patriotizmi ekonomik, pikërisht që mos të bie në dorë të X shteti apo Y shteti. Kështu që unë e shikoj si një deklarat, do me thënë, alogjike nga këndvështrimi ekonomik. Sigurisht ne kemi marrëdhënie tregtare shumë të mira me Kinën. Kina është një ndër furnitorët kryesor të Shqipërisë, por që tek ajo që ne aspirojmë vërtet qytetarë shqiptarë dhe ato që deklaron qeveria shqiptare që duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, një deklaratë e tillë më duket. Ka biznese kineze në Shqipëri aktualisht? Biznese kineze ka në Shqipëri, investimet e rëndësishme kineze nuk kemi në Shqipëri. Ne quajmë investim kinez Bankers Petroleum. Ne quajmë investim në Shqipëri pa dashur të bëjmë marketing okult. Deri para disa vitesh ishte aeroporti i Rinasit konsideroi investim kinez sepse kontrolloi nga kinezët, por në fakt, po të shkosh dhe të shikosh në vetvete që çfarë investimesh janë këto konsiderohen në parajsa fiskale
globale, edhe të dy këto që përmenda pak më parë, nuk dihet kush është pronari real i vërtet, sepse ka përfitues real, sepse përdorin atë të fshehjes të pronarit real, duke përdorur jo Kinën si shtet, po le të themi ishin në një jurisdiksionin e shtetit kines. Kështu që në vetë ne nuk e kemi konsideruar, do me thënë, preferenciale dhe investimet kineze në qoftë se do kishim dy alternativa. Fatian, kur flasim për ekonomi, flasim edhe për siguri. Gjitha në tjudhër me siguri. Që kur dhe nga shtëpia, nga jeta e përditshme, tek ekonomia, tek politika, tek siguria kombëtare, ajo siguria globale, gjitha në tjudhër bashkë. Ju përmëndët dhe thatë për atë deklaratë të kryeministrit dhe ndërkohë vajtëm tek qeveria teknike. Po. Shiko, Shqipëria nuk është një krizë. Institucionale. Institucionale. Po morale? Pritë, të ta bëja në do vide ka ajo pjesa. Dhe si e tillë, kryeministri i vendit, pra partia në pushtet i ka votat. Nuk ka probleme me problemin e votave. Pra nuk është në një moment që si shkanë qenë, për një parti e vogël, kishte votat, mund të arrëzonte, mund të mos meritonte, i ka gjitha votat. Pra ka maksimumin e votave të mundshme, që mund të drejtojë e qetë, dhe në mbylljen e mandatit, madje të shikojë edhe për mandatin tjetër. Por, brenda sigurisht që ka pafund probleme, dhe fakti që përmend Kinën, Kina është përmendur edhe në një moment të dytë, në një moment të parë, kur ka pas një shqetësim amerikan lidhur me 5G-n. Ka qenë shqetësim i madh, i ushtru një presion qeverisë shqiptare, që të nënshkruante një marrëveshje që nuk do ta pranonte 5G-n e ofruar nga Kina. O do të afronte ato që vjen nga perëndimi, kryesisht ato amerikane, sepse e ardhmja është teknologjia 5G. Gjithçka do të ndryshojë për teknologjinë 5G. Ky ishte një presion i parë dhe më në fund qeveria u vënua, po i dha një përgjigje dhe më në fund firmose një marrëveshje me Kinën lidhur me teknologjinë, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk do të pranonte teknologjinë kineze për të futur në territorin shqiptar. E dyta, Kina nuk është se ka një peshë ekonomike në Shqipëri. Dhe ka interes Kina për Shqipërinë për momentin? Do ta them edhe këtë. Ka interes Ballkanin, patjetër dhe Shqipërinë. Kina Iliri Fordi me drejt për tregun italian, se Italia është antare G7-s, është një nga vendet superfuqi. Dhe import-eksport, volumi import-eksport me Italinë, vetëm me Italinë është 40%. Dhe vendet tjera, Kina, përfshirë Kina, Greqia, Turqia, e vendet tjera janë nga 8 deri në 12%. Pra nuk kanë një treg shumë të madh. Nuk kanë një gjë që të ndikojë në tregun shqiptar. Është tregu i vendeve kryesisht Italia, që ka edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian. Po kryesisht Italia. Flas për volumin import-eksport. Nga pikpamja e sigurisë, Kina ka një problem ose shqetësimi i amerikanëve patjetër që mbetet Kina. Për shembull, ndërhyrja në Venezuelë, për çështje influence, për çështje ekonomike. Për çështje influence dhe për siguri globale. Po.